Duhet që ta kuptojmë çështën e namazit shumë e rëndësi. Nëse jam Allah, nëse jam të ndëruar. Njëri që falë për të Allahut, e ka kuptuar rëndësinë e namazit, ai kënaqet namaz. A mund të jesh musliman i mirë pa falur namaz? Këtu janë dy gjëra. A mund të jesh musliman pa fal namaz, edhe a mund të jesh musliman i mirë pa fal namaz? Namazi është nga obligimet më madhore në Islam. Madje nuk ka obligim praktik më i madh se namazi. Besimi në Allah është obligim më i madh. Po në aspektin praktik të praktikës, të nënshtrimit praktik dhe Allah të manuar, nuk ka obligim më i madh, në më i rëndësishëm dhe më pesh në Islam se sa namazi. Namazi është shumë i rëndësishëm. Andaj besimtari dhe besimtarja duhet me e kuptu këtë rëndësi. Ai që beson në këtë obligueshmëri, por e lën namazin nga neglizhenca, po bre du mu fal, kam njet, nuk e di që kështu koha në këtë aspekt, ama e pranon se ka obligim këtë namaz, e pranon se bën gabim që e lën namazin, ky është musliman, është vërtet. Mirë, po pse se fal namazin, nuk mund të musliman i mirë. Një musliman që ka zbehje, ka dobësi e që duhet me përmirësu, duke u penduar tek Allahu xhallahu ala, e duke fal namazin me kohë. Ai që lën namazin e dobëson mos të madhe besimin e tij, e rëndon shumë gjendjen e tij tek Allahu i bënduar. Andaj është me të vërtetë shumë e rrezikshme njeriu me vdek pa fal namaz. Njeriu me vdek pa u penduar tek Allahu i mënduar për mosfalje dhe pa filluar me fal namazin. Duhet që ta kuptojmë çështën e namazit shumë e rëndësi. Dikush që na dëgjon mund të thotë, po tepruhet pak me këtë çështje, mos pak perritëm këtë punë namazit. Të ndërkohë shikues, nuk i takon asnjë hoxhe, asnjë dietari, as me rrit një çështje, as me zvogëlu një çështje. Pas aq sa e ka rrit Zoti i mënduar. Atë pozitë që e ka pa Allah një vepre, aq ne nuk mund as të arritim as të zvogëlojmë. Nëse i referohemi argumenteve fetare që flasim për namazin, do të habitin e shikundruar se qa do të gjejmë atje. Edhe në aspektin e inkurajimit edhe shpërblimit për ata që falen, por në aspektin e kërcënimit për ata që nuk falen. Ne duhet të marrë këtë punë seriozisht. Nuk duhet me lënë namazin për shembull dembeli, për një neglizhencë, ballan kismet. Nuk bën me lënë me kismet këtë punë. Filloja mu fal. Letë është mu fal, elhamdulillah. Nuk është arsye koha. Ka njerëz që janë shumë mallzën, kanë shumë obligime, megjithatë e menaxhojnë kohën dhe falen. As namaz nuk është kusht me kon xhami, nuk është kusht me kon shtëpi. Ku do të ke mundsi falesh? Thjesht ka kilo falesh, shkurt është namazi. Andaj duhet që namaz me kuptuar shumë seriozisht. Njëri që fal për Allahut e ka kuptuar rëndësinë e namazit, ai kënaqet namaz. Unë e di shumë raste të ndëruar shikues, të njerëz nuk janë fal, kur kanë filluar të fal, i kanë rënë pishmoni pse e kanë vënë kaq shumë fal namazit. Po lat marrëçenka. Këto këto domthon vezvese pas kanë qenë çytje të shejtanit, kugjërales pas ka pas. Normalisht që shejtani vjen me cytët, e shtirë është, smush me majt, qëllon dikon, sun falër, çka bën, tik namazin, ma mirë me sanes njëre heqse. Nëse jam Allah, nëse jam të ndërum. Sigur që e përmena. Ata që flasin këso fjalë, dekurajuse për namazin, ata nuk falen. Ata nuk e njohin namazin. Ata nuk e din rëndësinë e namazit. E mos thëm, ata nuk të dojnë mirën. Ai që të dojnë mirën, ai të falu. Ja se e din që ka i bjenë më falë, e din që ka i bjenë më falë. Nuk është tirë më falë, letë është më falë, alhamdulillah. Pastaj të ndërruar shikues, mos harrojmë, namazi nuk është obligim që e krymë ne kashi krijesës, kashi njerit. Me shku 5 herë një me taku dikën, nuk është kështu. Do të ishte shumë e vështirë. Po është takim me Allahun e mënduar. Nuk bëhet mbi bazën e forcave tona, nuk bëhet mbi bazën e menaxhimit ton. Jo, është vullneti joni, po. Është një hap që ne e qesim në raport me namazin, për me e falë. Tjerat një lehtësim për Allah të manduar. Allah e lehtëson. Habitesh, asë njerë nuk munësh me e krahasu gjendjen tënde para namazit me atë pas namazit. S'mush me krahasu, kur? Kur je para namazit, pëtush, më falë, më duhet me shku, ja abdesja, maja, se maja shkoj. Pse? Nga si jetu vull nga një perspektiv
ku je duke mbështet krye këput në forcat e tua. Normal, kur na mbështetemi në forcat tona, nuk mund t'ja dalim, është e vërtet. Na japim mundin, sukses është për Allahut mënduar. Ai që don më u fal, ajo që don më u fal, edhe e qesin hapin e duhur në këtë tim. Fillojnë kanë muhabit me lehtësimet e Allahut që vijnë në raport me fal namazit. Në raport me menaxhimin e kohës për minajt namazit, gati që është duhet.